prej parimeve që duhet t'i ndjekim është parimi mesatarisë. Qoftë në fiqh, jurisprudencë islame, në besim, bindje, mendime për tjertë, gjykime për tjertë, tek e fundit duhet me qenë besimtari, me tentu me qenë mesatar. Mos me teprue, as mos me qenë i makt. Me qenë mesatar, se kjo është mesataria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, mos mashtrohemi me ata që dikush na çon neve ekstrem, kur na tentojmë me qenë me Muhamedit alayhis salam, e nuk dojmë me qenë me Ebu Gjehlin as me Ubej bin Selulin. Disa njerëzit dëshirojnë me qenë mesatarin e Ubej bin Selulit. Çka është mesataria ati? Mesataria e munafikut i cili ka qenë mes Ebu Gjehlit dhe mes Rasulullahit alayhis salam. Kjo nuk është mesatari. Kjo është devijim. Madje devijimi i munafikave dhe Ubej bin Selulit është devijim më i madh se Ebu Gjehlit. Sepse ata janë në fund të xhehenemit. Te Zoti xhelle xhelalu janë shumë të këqij. Dhe sa ata s'kan pas burria spak mu ballafaqu me të vërtetën dhe kanë fsheh kofrin në brendin e vet dhe kanë shfaq islamin, i kanë shfrytzu muslimant. Por ata vet e kanë shfrytzu vetveten dhe do të jenë të lanë djegse e xhehenemit ditën e Kiametit. Kështu muslimani nuk guxon me tentu këtë mesatari. Andaj, muslimani sot për shembull ballafaqohet me një luftë ideologjike. Në arabisht quhet gazul fikri. Ti shet disa musliman, dalin dhe deklaron, neve nuk jemi ekstrem. Dalin disa tjerë, neve se kemi këtë mendim, neve kemi këtë mendim për femrën, neve kemi e kështu me radhë. Vetëm mbrohen këta njerëz. Jo, muslimani nuk do të pas turp për parimet e veta që i ka. Po normal që kur flet me tjerët, mundohet me i nxjerr parimet e besimit para parimeve të jurisprudencës. Përndryshe, kemi argumente sa dush me i mbrojt edhe parimet e islamit, të cilat është shumë më përparimtare se tjerëve.